Shqipe Mehmeti Selimi, Mimoza Kusari Lila ose Glauk Konjufsa janë tre emra që do të përfliten sot brenda takimit të kam informacion të konfirmuar. Ku shkalon Blerim? Nëse të kishet Kurti. Glauk Konjufsa kalon Arben sepse kemi të bëjmë me një pozicion delikat i cili siguron, i cili edhe ka qenë problem arë që së shty në relacion me zotin Livaj. Mirë, kemi të bëjmë me pozicion të sigurt Arben, i cili lyp për kushtim dedikim edhe ta quajmë shtu jo bindje të verbër, por garancion në relacion edhe personal me zotin Kurti. Do thot, diçka që mund të quajmë kështu themeluesit e vetëvendosjes, njerëz të afërt të Albinit. Në këtë relacion me gjithë respektin për zonjën Selimi edhe tjetër mendoj që zoti Konjufsa është kandidati i cili do të athlinin të aklin edhe do të ishte i pranueshëm për te kornizave partijake të vetëvendosjes apo këtij koalicioni që ka udhëhequr deri më tani. Prandaj nga kjo përfolje, nga ky kalkulim dhe informata gjithashtu që posedoj edhe unë, nga këto kuluaret e ndryshme,